Mirë se erdhët në A2 sot, do t'jemi bashku, jam Loneta Progni. Erion Velia i përballet sërish me gjykatën e posaçme, e cila pritet të vendosë nëse do të kalojë për gjykim apo jo dosjen e tij. Velia i mbahet në burg që prej shkurtit, pasi akuzohet për korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, shpërdorim detyresi dhe futje sendeve të ndaluara në qeli. Igli Çelmeta na tregon pak më shumë se çfarë pritet të ndodhë në seancën e sotme. Igli, përshëndes, cilat janë zhvillimet e pritshme sot? Përshëndetje Loneta, ditën e sotme në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar GKO pritet të zhvillohet seanca paraprake për dosjen në ngarkim të Erion Veliajt, bashkëshortes së tij Ajola Xoxa dhe personave të tjerë të marrë të pandehur për këtë çështje. Seanca pritet të fillonte rreth orës 9, por vetëm para pak minutash palët janë paraqitur në seancën gjyqësore. Ditën e sotme pra në gjykatën e posaçme do të zhvillohet seanca paraprake në ngarkim të Veliajt, ku do vendoset nëse dosja në ngarkim të këtij fundit do kaloj apo jo për gjykim. Kujtojmë që për shkak të ngjarjes tragjike të regjistruar disa ditë më parë, ku humbi jetën në sallën e gjyqit gjyqtari i apelit Astrid Kalaja, gjyqtarët dhe avokatët kanë bojkotuar të gjitha seancat gjyqësore, përfshirë edhe ato të ditës së sotme, por para pak minutash që thashë palët janë futur brenda ambienteve të gjykatës së posaçme pra për të vijuar seancën. Për pak minuta do të kemi edhe informacion zyrtar nga gjykata e posaçme nëse seanca do zhvillohet ose jo ditën e sotme. Kujtojmë që Erion Veliaj do të përballet në gjykatë me 5 akuza për korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, shpërdorim detyresi dhe futjen e sendeve të palejuara në qeli. Sipas ish kryebashkiaku i Tiranës Veliaj akuzohet për korrupsion pasiv në 9 raste në marrëdhënie me disa kompani që në këmbim të përfitimeve të parregullta në para dhe pasuritë e paluajtshme kanë përfituar leje ndërtimi apo fonde publike nga Bashkia e Tiranës. Gjithashtu edhe bashkëshortja e Erion Veliajt, Ajola Xoxa, përballet me akuzat për korrupsion pasiv në 9 raste, gjithashtu në lidhje me subjekte tregtare dhe organizata jo fitimprurës. Ajo akuzohet po ashtu për pastrim parash si zoti Veliaj, mosdeklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave, po ashtu e pandehur në dosjen e Erion Veliajt është marrë edhe Klotilda Bushka që akuzohet për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Kuptojmë që Erion Veliaj u shkarkua nga posti i kryetarit të Bashkisë së Tiranës më datë 25 shtator me vendim të Këshillit të Ministrave me argumentin që nuk ishte paraqitur në detyrë për më shumë se 3 muaj, që nga arrestimi i tij më datë 10 shkurt pra nga prokuroria e posaçme Spaku. Por Veliaj depozitoi ankimim në kushtetuese, kërkesë e cila pezullon shkarkimin e tij dhe bllokon zgjedhjet e parakohshme më datën 9 nëntor në Tiranë deri në marrjen e vendimit nga gjykata kushtetuese më datë 31 tetor, kur të shprehet pra nëse do ta cilësojë të drejtë pra ankimimin e zotit Veliaj apo jo të padrejtë. Faleminderit Igli për detajet që përcolle, jemi në pritje të vendimit.